si e shet ti? Cila është linja ndërmjet elegancës në modë dhe seksualizmit të tepruar? Apo e teprojmë ndonjëherë në shoqërinë tonë me këtë dytët? Ka raste ku e teprojmë. Elegancë është diçka e bukur edhe brenda cuazave të normales në botën e modës, një veshje e bukur me stil, ndërsa ajo të seksualizëm ndoshta ma shumë zhveshje se sa veshje. Edhe për fat keq ndoshta të na e teprojna, po mendoj që është një senzacion. Se na në Kosovë, pastaj gjithmonë kur njerëz të vedisohen pak ma shumë rreth modës, pastaj po besoj që nuk do t'jetë kaq prezente ndoshta sa është ditët e sotme. Tani, këtë zhveshjen nuk e kam për ata që e kanë pjesë të punës në skenë, sepse skena duron disa gjëra që nuk i duron rruga, po them, ose ambienti punës, ose ku e di restoranti. Prandaj, kjo pjesa e këtyre që nuk janë pjesë e artit, apo e teprojnë shoqërinë tonë, a ka një lloj keq kuptimi? Po. Unë mendoj se ka një lloj keq kuptimi, posaçërisht kjo vjen nga rrjetet sociale, sepse na pishojmë fytyrat publike ose influencerët të cilët e bojnë punën e vet dhe i promovojnë këto veshje, edhe masnej njerëz të tjerë, duke dashur me u përshtat me çat stil, me çat hype ose me çat trend, masnej po e keq kuptojnë se këto veshje janë të caktuara për një lloj pune ose për një lloj eventi, nuk do me thonë që patjetër duhet me vesh gjithkohë atë veshje. Dhe këtu fillon keq kuptimi nëpërmjet rrjeteve sociale ku shumica njerëzve mundohen mi kopju këto trende dhe këto risi që vinë botën e modës, duke keq kuptuar që këto veshje janë kriju për dikon tjetër, për një profil pune tjetër dhe jo për masën. Pra këtu duhet ta kemi dallimin. Tani, kur një personazh publik vishet provokues, a është art apo marketing? Varet prej rastet. Varet prej rastet. Po, dyhet nga pak. Dyhet nga pak, po. Po, gjithmonë, edhe ata që e bojnë për marketing, mendoj që është një mënyrë e ati kreatore ose ati dizajnere të cilën e ka kryu atë veshje, është mëndu me shfaq art, masnej personi që e paraqet atë veshje ose që e vesh atë veshje, masnej i bën marketing këtij artisti pra. Pastaj lidhen dy, atë edhe marketing edhe art. Duhet të flasësh tash nga ana jote si dizajner për ata që e bëjnë punën si ti. Ku është dallimi ndërmjet inspirimit dhe kopjimit? Sepse ka disa që e kanë krejtësisht identike dhe thonë jam inspiru. Po. Jo, mundesh mu inspiru prej një detaje, për shembull se janë brendet botërore shumë të mëdha të cilat vendosin